Kushtet për kuptimin e Kuranit. Nëse procesi I pastrimit të shpirtit nuk ndodh atëherë, do të ishte e pamundur mësimi dhe kuptimi I librit të Kuranit dhe urtësia që përfshihet në të. Përpara se të kuptohet Kurani famëlart, lipset se kërkohet me dehemos të ndodh procesi I pastrimit të zemrës dhe I shpirtit prej të gjithë llojeve të papastërtive. Papastërtia më e madhe që banon në zemrën dhe në shpirtin e njeriut është egoja, unë I arrogant, mendjemadhësia dhe epshi I pakontrolluar. Kështu, përsa kohë që njeriu bëhet nëpërmjet këtyre epsheve dhe instinkteve negativ, perdet e pengese vetvetes e ka të pamundur të kuptojë thellësisht kuptimin e Kuranit, të cilat janë në vetvete drita e madhe ashtu siç përshkruhet në Kuran. Të gjithë ata që e vendosin veten pas llojeve dhe formave të ndryshme të perdeve dhe të pengesave, sigurisht që e kanë të pamundur të kuptojnë dritën dhe atë që ajo përfaqëson. Ata mendojnë me veten e tyre se mund ta kuptojnë apo mund ta perceptojnë atë, por e vërteta është se askush nuk mund të shohë dritë përsa kohë që ndron I vetëpërkosur dhe I vetvarrosur te qelit e perdeve dhe të pengesave të ndryshme, të cilat I ndërton egoja, nefsi dhe epshet e ndryshme të errta. Përsa kohë njeriu është I sprovuar, është I pushtuar dhe është I marrë nën kontroll prej epsheve të tij, përsa kohë gjendet I kapur dhe I shtrënguar fort prej prangrave të vetpëlqimit dhe mendjemadhësisë, përsa kohë është nën kontrollin e vazhdueshëm të instinkteve apo të dëshirave të tij më të zeza, të cilat I ka vetvendosur thellëqenies së tij, përsa kohë gjendet në ndikimin e fortë të këtyre shtresave të errta, të cilat qëndrojnë njëra mbi tjetrën, njeriu nuk është I gatshëm të jetë objekt I kësaj drite, pra I ndriçimit prej saj. Të gjithë ata që synojnë të kuptojnë thellësinë e Kuranit dhe të mesazheve të tij dhe nuk janë të përqendruar vetëm te kuptimet shumë të kufizuara sipërfaqësore, të gjithë ata që synojnë të ngjiten lartësive të hynores dhe dritës që ajo përfaqëson, sa herë që lexojnë Kuranin dhe meditojnë atë, duhet patjetër të shmangin dhe të zhdukin të gjithë format e pengesave dhe të perdeve të vendosura mbi zemrat dhe në shpirtin e njeriut. Me veten tënde, me egon, ti jep pengesë për veten. Për këtë arsye, është e nevojshme që për të parë dritën e Kuranit dhe për të përjetuar thellë atë, ashtu siç I ka hije qenies njerëzore, të cilën krijuesi I saj e veshi me intelekt, njeriu duhet të zgjohet dhe të pastrojë qenien prej të gjithë papastërtive, perdeve dhe pengesave që bëhen pengesë për të mbërritur te drita e madhe e përfaqësuesve në Kuran. Kjo është e vetmja mënyrë nëpërmjet të cilën realizohet me sukses mësimi I Kuranit, pastrimi I zemrës për të kuptuar Kuranin, pastrimi I shpirtit për të kuptuar urtësinë e pafundme të përfshira në të.